Qetësinë po e gjen tek këto lopë. E kjo nuk është e vetmja shtallë që ka. Është ky fermeri Çerkin Rexhepi nga fshati Mikushnice e komunës së Skënderaj. Ndër të pak të bujq të mbetur nga kjo anë. E mirë, po dikon 70% kanë dalë i fshati. Së me të tuja kërkosh. Që të i kanë lënë që shtë në naj punujna. Naj punujna në tana unë ka të kemi punujna, po 70% kanë dalë fshatit në për qytete. Sa banor pra prafërsisht mundet me Në konë janë 130 shpi, nuk janë as 40. As 40. As 40 janë. Dhe gjithë kanë dalë në mërgjem. Gjithë, në fushë mërgjem. Po jo vendoset me qëndru këto po bestaj. Se ke mas nërmen. Tregona pak më shumë rreth fshatit, për çka njihet fshati, cilat janë të mirat e tij, çka sjell ky fshat, ku e ka atë bereqetin e vet. Bereqet ky kohë kur e kena punu në tana unë, ka pos bereqet mirë. Po së të se punë kërkush, së të kanë dollë tonë, dikush fushësu, dikush Skënderaj, dikush ka emigru për jashtë, së du me jetë bësh në tana unë. Po fermer të tjerë me bujqësi, qysh është situata? Nuk ka veç në dhe migja i jem qytë edhe një sheq është në pjesën a lene, se s'ka lëp kërkush. Kërrit që të hona është. Çdo lopë ka kujdesin e veçantë dhe ushqimin e zgjedhur me kujdes. Me shumë mund, Çerkini ka arritur të rres numrin e lopëve dhe prodhimin e qumështit. Kjo ka një se në këna pos tukë, se në ka familje modhe këtë, e këna blet tukë shumë. Në edhe para luftë këna mojtë, dhenë, lëpë, bëllica. Mas luftë jena drejtë veç me lëpë tani. Të mojtë veç lëpë, për mësi milion tukën që shtë mu shterë. Djerin, po. Djerin në tërna unë. Në këna përnua para luftë edhe mas luftë. Në i këna pas dhe në 45 cëpa, lëpë jena hikë për atyne, i këna morë qësë Montebiljarët Francës. Në më thoni keni bo import pastaj prej perëndimit. Po du me pyet se çka më kalon shumë përshtypje prej shumë fermerëve është se shumë prej tyre i përmenin buallicat, po sot kurkush nuk po mban. Çka është problemi? Pse nuk mbahen më buallicat në fermat e fermerëve, qoftë në fshatin e juaj? Po nuk i do kërkush. Na këna mojt, po tash si do kërkush. Mos i do kërkush, një që në fshat ka pas 2 cëpa, o aju dek, tash i kanë hikë edhe aty, s'ma mu kërkush fshat. A para lutën a i këna os dhe 20 cëpa. Gjatë gjithë kohës sa po flasim, po e përmend para kohës luftës dhe para se marrë lufta, ka qenë një kohë tjetër. Tregom çish ka qenë bujqësia atëherë, ndoshta ke punuar edhe me babën tën, familjen tonë, çish u kanë atë kohë kur mjetet nuk kanë qenë kaq të avancuar sa sot. Mjetet s'kana pas kur fare para luftë, mas luftë kena tana, po i kanë lënë qashtë. I kanë lënë qashtë. Sa di morën dhe gronë dhe kush i merë, i morën e për banesa që janë. I morën, fermerëve nuk i dhonë. Po ti gjatë gjithë këtyre viteve, po thamë pas luftës e deri sot, ke pas grante që ke marrë? Një frezë. Vetëm një frezë ma kanë dhonë. Kuj kanë dhonë dhe që se lëktë frizash, mu ka ofru mundësia ku më apliku për lëktë frezë, s'ma kanë dhonë, unë kanë thirë për të më të ashitë lëktë frizin. Se u konë qytetë. Njën banes të nejtë, ka tha për të më të ashitë lëktë frizin. Dhe këmë shku në komune. Më thë pse s'ma kënë edhonë, për ja vjep një gjinë që pi shesin. Ta gjona e qatë njerë, ja këmë thirë në prezencë. Drejtërët bëjtësisë. Ja këmë thirë në prezencë, është në grupës, ja këmë kalëzua semë, kush është. I këmë thonë sopë ma lehen, lëktë frizin, ta 1200 euro të këmë thonë, lëktë frizin. Edhe më ka drejtu kush është kë. Ta shë e diti kush është, se e ka ditë kush është. Drejtëri, ata i morën lëktë frizat. Morën kësa, morën mjetët bëjtësisë të lëfore që janë për banesa. Por ne nuk në i dhonë. Ne fermerës në i dhonë. Ai numëron plot 3 firma. Sipas Çerkinit, ndërtimi i firmës është bërë me shumë mund dhe investim ndër vite. Sa firma ke ndërtu deri tash? 3.
3 firma. Pse tu dashën 3 firma? Për çfarë arsye? Se na jem 3 vllazni. Në domë jemi, po biznesin e kemi bashkë. Dhe në secilin prej tyre ka lop. Po në secilin. Domethënë, një firmë sa krejt lop mundet me pas? Kjo këtu për shembull ka 10. Dhe të gjitha janë nga Franca, nga Holanda? Gjithë janë nga Franca. Nga Franca. Nga Franca, veç nga Franca. Tash na jemi në sezonin e pranverës, edhe po besoj ka mbetë edhe pak kohë, keni punu tokën, i keni kry ato punët sezonale? I kena kry, se na i kry në vjesht për pranverë, se të ka shtasëfore. Që do të mu punu në vjesht, se pranverë nuk marë më punu kje. Sa është po e punushme toka këto? Të na në familje të në është 100% e punune. Në fshat nuk është, kërë djerin është. Të mira që i sjell lopa është pastaj edhe qumshti, që po besoj është ajo edhe thelbi kryesor që juve ju ka shtyr ndoshta që më merren më shumë. Tregon pak rreth cilësisë dhe sasisë të qumshtit. Sa ka cilësi edhe sa është sasia profitabile për juve si fermer? Po e mira shumë. E mira shumë se 4.000 euro të smondel më të lëmë metë. Shko ku dush në Evropë, 4.000 euro të smondel unë veç të lëmë dalë 4.000 euro. Në vetë po flet apo Muajnë. Muaj 4.000 euro e nëzirë. Atërë sa shkon çmimi për litër? 50 cent. 50 cent, edhe për brenda sa kohë ti mundesh me bo një shitje që me arrit shifrën deri në 4.000? Sa të mundesh me bo, 600 litra i kam çdo 2 ditë. 600 litra? 600 litra çdo 2 ditë i kam. Ka dolën këto kaç të bëjsh me këto lopë? Po dolën, unë të kalëzori, kom pos 4 copa, 4 të 8. A të dikon edhe ushimi, a? Po se kom pos këtë sasi tomlit, me gjithë të ësë, jenë ko lëpë dëpta. Po tash janë lëpë mira shumë. Tash janë shumë lëpë mira. Kur ardhëm në ma herët në fillim me pamë që ishte edhe veterinari i cili vjen edhe kudeset edhe viziton ato. Po, gjithë. Momentalisht the që disa janë karantinë, çka po ndodhe? Ato janë karantinë se silësha para 2 javë, mi morë. Kur të vinë 2 javë, do të me nejtë aty në karantinë. Për me lirua vuki. Aty janë pagune kështë, mas 2 javë ditë shkej marë. Kur flasim për shëndetin, je rastis, je ballafaqu me probleme shëndetësore, ndoshta që lopët kanë mujt me pas? Unë jo migja po. Migjës ja kanë mujt 33 copa. Edhe si kanë nimu, sen djetë. Po ti ak, mujtë me ndimu? S'ku mujtën me ndihmu, se kur si ndihmojnë shteti. Kur si ndihmojnë shteti, unë s'mu ndihmojnë. Në atë aspektin ndoshta më ju gjetë, më thash, aty pranë ndoshta diçka me ndihmu, sa do pak që më janë letësu. Që aty na me, unë e ishëm për na s'kena pos kapacitet me ja kompenzu aty, për shteti se ka kompenzu kur gjonë. Se ka kompenzu shteti sen djetë heq kështë. Sa është një shumë vjetore i ndërrumë që mund është me nëzirë, nëse i bën kalkulimet edhe që thu, ma mirë për ja dilka këtu, se qofë me punu zyrat të tonë. Po dikun 40.000 jafshin e kalen. E kalen 40.000 jafshin, pa vjeta. Se një veç përshitit si të linë qëta 700 euro. Një veç i vogël përshitit 700 euro. E dikun 40.000 jafshin delë në vetë. Me tomel. Po ti nuk bën treg me lopë, nuk shek, nuk blej? Ja, nuk shes, nuk blej, i blej një herë, dërit më shmurën i majq aty. Ka një moshë caktume, dërin sa ku i mbani ato, apo? 8 vjetë, 9 vjetë. Cila prej tyre është me vjetra tash, ndërshta, ka një që është pak ma e vjetër? Ja, s'kotë, se tëna i ku morë mështjera s'pari. Tash i kam edhe 7 copa mështjera në altë, që atohën ku tash. I kam edhe 7 mështjera aty për mi majt i komunal. Mi bashkësua dhe i maj për vejtë. Pas taj në bashkëtimi, kur ndodhë, në cilën periud? Qysht e cin, më kotë rëqme një vetë anena e bashkësuën. Jeta ati ndryshoi në një ditë të vetme, në vendin ku kishte derdhur djerës për vite me radhë, por as dhimbja nuk arriti t'ja largoj dashurin për tokën dhe fermën e tij. Nuk ka shkelli kusherit të punu, të më një mund, edhe nuk ka ditë mi nalë traktorin, një mënu nale s'ka ditë mi nalë, dhe ju mënu me hipën kanë zonë. Po ku të dhune, qysh ishte gjande e u të qatëherë? Ishte, do me thonë, në vedije, apo... Ja, kom pas vedije.
kumpoze lirë, plot kështu. Edhe çka të ka dëmtu? Ma ka dëmtu filxhonin e komës. Edhe momentalisht je me protezë? Jo, s'kom gjitë proteza s'kur qa. Pse nuk vdeshte me u bo operacion? Ashtë operacion një rona, më kanë propozu që mos mi bo. Sa je lidhër ngusht me lopë, shkurtimisht? Një rolloj shumë. A ka në emra? Jo. Si ke vendosur emra? Jo, s'ju kumënu. S'ju kumënu emra. Edhe në kullosje del me to? Po, I nxjerr? kam tërta kështu, kur t'i lëshej që tash në maj, i kam tërta, edhe veç që lëshej, kur t'vje voktin i mirë, i bi i mirë, li apet i qesë. Po me ushimin, qysh po shkojnë punë? Kanë ushim mjaftueshëm? Kam Ushqim shpesh? Kam mjaftueshëm. Kam ushim mjaftueshëm. Deri sa shpesh ushqen? 2 herë, 3 herë? 4 herë. 4 herë në ditë. Edhe gjitha këto janë punë juaja që keni punu tokën Po gjë. ndër vite. Po gjë. Simboli me emrin dhe emblemën e UÇK-s në shtëpinë e tij tregon një histori sakrifice që ai e mban në hishtje. Para se me vazhdu bisedën, një pjesë tjetër të jetës ja ke kushtu pak edhe një tjetër segmenti e një titull shumë të veçantë e krenar, për cilin besoj që jeni, e që është UÇK. Po. E që është e shkruar mbi shtëpinë e juaj. Fillimisht pse ke vendosur me i shkru këto 3 shrunjat emblemës mu në shtëpinë tënde? Unë këmë qenë pjesori shtërisë Limbëdorë të Kosovës, dhe kur e nërë me adhon fasadën këtë, kanë deshtë ma bu veç mu. Ata njështet, po tani këmë posë qerë, mi qitë në 3 shtëpia trenë kështë. Sa është të shajtë. Tregon pak rreth kësaj periudhe të shkurtë, kur vendose që të nisësh për një luftë edhe të merresh pushkën e dorë edhe të luftosh për këtë vend? Kur ka krizë në Likashan, 3 pjesëtarë të familjes tënë jenë hinë qatë dite që ka krizë në Likashan, mo pe aty të jena hinë morë familja kështë. Me djemë një gjallorën me krejt jena hinë, që jena ko për luft jena hinë. Linja e jetës së tij përfshin një etapë, një histori dhimbjeje, sakrifice dhe krenarie. Sa ka qenë ndoshta e vështirë ajo periudhë, keni pas po besoj edhe të dërën dëshmor në atë kohë, tregona pak për atë periudhë. Na në familje s'kena posë kështë, po në rreth ku. Në rreth kena posë shumë. Edhe në Kojshik të kena posë shumë, dëshmur, po ka edhe në fshat shumë. Në cilën zonë të ka ra ty me qenë? 114. 114. Si kujton ato ditë ndoshta kur ndoshta u përshëndetët me familjen edhe thjesht nuk dije sa do të ktheheshit prap duke marrë parasysh situatën. Po nuk kena mujt me ditë na përpështëni, na s'përpështëni, as na ka ronë në përshëndetë se na kena hungër herët. Na kena fillu herët, na nuk kena ditë qa po bohet mo. Son 3 muaj të minë e mi, si këm pas, këm ditë ku i kam të minë e mi. 3 muaj. Dhe si është ajo ndjenja ndoshta si prind, e ndeje vetën në faj, pse ndoshta vendosa që ti futem kësaj rruge e fëmijët ndoshta edhe mos të di se ku janë, mos të kam kontakte me ta. Nuk e këm një vetën pajtuar kur atë. Do të thëni, se s'kena posqorë ne ka imponu, se jo që kena deshtë. Na me hi, për ne ka imponu. Ne ka imponu me qyk zërit, s'kena posqorë pajnë. Po pasaj kur u ktheve dhe i pave fëmijët, të qysh ishte ai moment? Fëmin, i kum po tani gjatë luftës, ishin kanë vendus në Shqipër të një kusheri i gjokit aty i kena gjithë fëmin. Se ne kom familje mo të kalëzëva. Jo, do më thonë, një thatë keni qenë sa antarë në atë kohë? 55. 55 antarë. 55 antarë. Ndërsa, sot jeni momentalisht? 5. 5. Dhe atëherë kuptohet brez, i gjithë familja Agjer keni qenë bashkë, sa prej jush keni luftu përveç teje nga familja, ke pas edhe të tjerë? 8 jena kom. 8 jena kom, me djemë të më gjallore. 8 jena kom, dvejshon. Por sot vazhdon me rujt atë nostalgjin për uniformën e të qenërit ushtarë? Po. E ruan me dënes? E ruj. Edhe së të kësaj dite? S'ki qarë për e ruj. Tregom shkurtimisht se cilin vetët
mendimi juaj për sa i përket krerëve në Hag, të cilët po gjykohen pikërisht për lirinë e vendit tonë? Ata inshallah lirohen sa më shpejt. Dhe besojmë që do të më liru ata. Do të më liru ata, s'kanë bo kur gjon heq. Tenë pa fajshëm krejt. Na i presu me orët si shpejt. Cili do të ishte ndoshta një mesazh për gjithë ata të cilët dhanë jetën për liri në Kosovë? Çka do t'i thoje sot? Ty në veç lavdi. Veç lavdi s'ki që ka thu për ta mo, ma shumë. E këta që po honë korriz tyne, ma rrinë nuk kuft. Ta që po honë korriz tyne. Se shumë honë korriz tyne, popli po vunësat, fukareja po hjek. S'di që ka thu mo për ta. Në anën tjetër i përmendë fëmijët të cilët sot në fakt kanë përzgjedhur jetën në mërgem dhe juve e kanë lanë këtu. Sa ndihesh ndoshta mirëzitur, ndoshta nostalgji, ke kujtimet mira me ta? Kem kujtime, pëse edhe s'ki që më mërzit, se qëtë s'mën jetër. Qëtë nuk mundet me jetu të mija i kërkojna. Dikush ka emigru, dikush ka dalë në qytet, se qëtë s'do me najtë më kërkush. Nasa im gjallë rina. Po pikërisht ju për cilët keni luftu për këtë vend, mendoni se është e drejtë ta shpërngullir, ta braktisësh vendlinjen tënde? Jo, e drejtë nuk ashtë si të rëz. Po i kanë për zonë. I kanë për zonë se vend punës nuk i ka gjithë kërkun. Unë i kam 2 djemë djallë të migjes, 2 të kanë kry shkullën, punujnë me rrymë sëtë. 5 shtu të enë në Prishtinë. Edhe ata kanë posë bobën veteranë. Po punojnë në Prishtinë, do të më qunë 5 ora me shku. Në për këllurë, në për foqet zeza, më këthynë në 7-ën, 8-e. Për këtë liri që sot gëzojmë, ai luftoi, rrezikoi dhe sot Qerkini ka një thirrje të fortë për gjeneratat e reja. Përmet nuk kanë arsye mi braktisë. Kur farë arsye s'ka se të ka bëllë. Mi mojtë mundë të gjithë kush dënë mi mojtë mundë të mi mojtë 4-5 su pa lepë. Për të rija ta kanë zgjedhu në vetë, ashtë tisë më mundë, ja imponën me thonë rriti më zdelë. Unë s'ku mujtë me jam nëllë. Të mive të mi. Ta shko do të me këshu që vëllohet. Jeta e tij tregon se herojnë nuk janë vetëm në luftë, por edhe në punën e përditshme, mes fermës, lopove dhe kujtimeve të luftës. Qerkin Rexhepi vazhdon jetën me krenari dhe shumë vullnet.